Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me qumësht që zhduk rrudha dhe ju heqë 10 vjet nga fytyra, ja si ta përgatisni. Gratë nga Japonia bëjnë pjesë padyshim në mesin e grave më të bukura në botë. Kjo kryesisht për shkak se lëkura e fytyrës së tyre duket sikur porcelan, pa asnjë rrudhë të shkaktuar nga mosha. Nëse nuk e keni ditur, kjo jo mosdoshmërisht ndodh për shkak të gjenit të bukurisë, por edhe për shkak të eliksirit të mahnitshëm që i ndihmon ato të qëndrojnë të reja përgjithmonë. Ne këtu do të zbulojmë sekretin e grave aziatike, cila ruan bukurinë dhe vitalitetin e lëkurës së tyre. Ju më në fund mundet që të praktikoni këtë maskë, e cila do t'ju bëjë që të mos shpenzoni shumë atë maj me parash në trajtimet e saloneve të bukurisë dhe produkteve kozmetikore, sepse përbërësi kryesor në këtë maskë është thjesht orizi. Orizi jep rezultate të mrekullueshme në lëkurë sepse e rigjeneron atë. Aplikojeni këtë maskë me bazë orizin që do të reduktojë rrudhat tuaja dhe do ta bëjë lëkurën tuaj që të shkëlqejë. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë maskë janë 1 lugë gjelle mjalt, 3 lugë gjelle oriz, 1 lugë gjelle qumësht. Si ta përgatisni këtë maskë? Zgjeni orizin dhe më pas kullojini duke vendosur ujin që e keni zgjerë orizin me një anë. Shtoni aty 1 lugë të qumshtit të nxehur paraprakisht në oriz dhe përzjeni mirë. Më pas shtoni edhe mjaltin. Aplikojeni maskën në fytyrën e pastruar dhe të tharë paraprakisht. Lëreni maskën të tharë dhe më pas shpëlani me ujin e orizit që e keni lënë me një anë në fillim. Uji i orizit ka veti antioksiduese të cilat do t'ju ndihmojnë ju që të ushqeni lëkurën tuaj dhe gjithashtu të hidratoni lëkurën duke qenë se ka veti antioksiduese. Ai gjithashtu do të përmirësoj qarkullimin duke shmangur shenjat dhe rrudhat në fytyrë. Ju duhet ta përsërisni këtë procedurë 1 herë në javë dhe do të keni një lëkurë të pastër e cila do të duket 10 vjet më e re. Ju gjithashtu do të keni një lëkurë të pastër dhe të hidratuar dhe të shëndetshme, si edhe njëkohësisht do të keni një mbrojtje kundër rrezave të diellit. Keni njolla në fytyrë, zgjidhja juaj është vetëm qumshti. Maska me qumësht është mjaft efikase për eliminimin e njollave në fytyrë. Sigurisht, përveç qumshtit, si përbërës kryesor, kjo maskë kërkon edhe një përbërës tjetër. Përbërësit janë gjysmë lugë krip dhe 2 lugë qumësht. Përgatitja: në një enë të vogël, hidhni gjysmë lugë krip dhe sipër shtoni qumshtin. Përzjeni mirë derisa të tretet kripa dhe do të krijoni një masë homogjene dhe të njëtrajtshme. Aplikojeni me kujdes në fytyrë duke shmangur gjithashtu zonën e syve sepse kjo zonë është shumë e ndjeshme dhe për këtë kemi maska të tjera që duhen aplikuar. Këtë maskë mbajini për 10 minuta dhe pastaj shpëlajini me ujë të bollshëm. Do të shihni që akne dhe njolla do t'ju paksohen sepse kripa dezinfekton fytyrën. Maskën aplikojeni 1 herë në javë për rreth 2 muaj rresht. Kur flasim për fytyrën dhe maskat, mendojmë cila do të jetë e radhës që do të blejmë, por ja ku po ju tregojmë maska të cilat janë shumë të thjeshta për të përgatitur dhe rezultati është gjithashtu i kënaqshëm. Maska me qumësht është mjaft efikase për eliminimin e njollave në fytyrë dhe përveç qumshtit si një përbërës kryesor, kjo maskë kërkon gjithashtu edhe një përbërës tjetër, kripën. Ju nevojitet gjysmë lugë krip dhe 2 lugë qumësht. Në një enë të vogël hidhni gjysmë lugë krip dhe shtoni aty qumshtin. Përzjeni mirë derisa të tretet kripa dhe të krijohet një masë homogjene e njëtrajtshme. Aplikojeni me kujdes në fytyrë
duke shmangur zonën e syve sepse kjo pjesë është shumë e ndjeshme. Mbajini maskën për 10 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën me ujë të bollshëm. Kështu ju do të shihni që akne dhe njolla do t'ju paksohen sepse kripa dezinfekton fytyrën. Ju do të keni rezultate shumë të mira nëse e aplikoni maskën një herë në javë për 2 muaj rresht. Këto janë kurat më të mira natyrale të cilat zbehin në rrudha dhe plakjen e fytyrës. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe gjithashtu duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video, ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arrës të kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës të kokosit i jep lëkurës një shkëlqim natyral dhe gjithashtu arrin që të zbehë rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina gjithashtu në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat dhe ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzjeni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës shkëlqimin rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e vezës dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlani me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës gjithashtu vendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado zbut rrudha dhe i jep lëkurës shëndet dhe gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmore dhe më pas shpëlani me ujë të vakët. Xheli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkoni lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Mirëpo, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!